Sigurisht. Se jo, me fare, që ka qenë spaci. Po të pyesësh 9-30 vjeç, nuk e njeh njëri. Dhe është shumë e rëndësishme për të shkuar dhe për të treguar njerëzve çka qenë, ka pasur një Shqipëri, por ka pasur një Shqipëri tjetër. Aq më tepër ku ka ende njerëz gjallë që kanë qenë atje dhe mund ta përshkruajnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani, ti kthehem pyetjes tuaja si e mendoni ju. Unë mendoj që si çdo gjë në Shqipëri, ne dhe me memorien tonë nuk jemi serioz. Pse? Pse si Po ja, serios? kur do. Pse na thirrë sot? Po pra. Pikërisht, ja, kur do. Serioziteti. Pra ne si kom, si gjithë ne që jemi këtu brenda, nuk jemi serioz me këto. I keni parë çfarë bëjnë hebrejt me muzeumet e tyre? Ju e dini që në çdo qytet, pyesja për vendet ngjashme. Në çdo shtet në Amerikë, Po? ka muzeumi hebrejik i Charles Burgett. Ka ngrit kombi izraelit, financon kudo në Amerikë për të mbajtur gjallë kujtesën çfarë i ndodhi popullit hebrej gjatë luftës së dytë botërore. Në Amerikë. Okej, Jo kjo në që po ndodh. Mauthausen e tjerë, jo në Dakar, po në Amerikë. Pse? Për arsye për t'i treguar njerëzve që të mos ndodhet prapë. Sigurisht. Apo jo? Po kjo që po Dhe ndodh ne- këtu, nuk është një tentativë e ngjashme apo jo? Po si e problemi shefti? shiko. Si e shkoj. Po. Në para se fillon bisedën, po diskutonim, ju thash. Ç'a ndodhi me kampin e Tepelenës, që nuk ka lidhje fare me këtë. Do kampi i Tepelenës ka një kapitull shumë pak dramatik se sa kjo. Është pjesë njolle e errët, sigurisht, po jo si Spaçi. Dhe gjithmonë kur ka fonde, ka interes. Në momentin që mbarojnë fondet, nuk ka interes. Në kampin e Tepelenës, më duket se na keni thirrur edhe ju dikur para ca vjetësh, u ngrit një tymnaje madhe, u bëhe kështu, bëhe ashtu, u mblodhen ja 280.000 euro nga ambasada italiane, gjermane, ministri e zonjës kumbarë në atë kohë. Çfarë ndodhi me Dhe këtë? janë 30 qeparisa atje, që s'pagojnë asnjë punëtorë të vadisë se po thahen. Janë tharë dhe qeparisa. 280.000 euro u zhdukën. Për çfarë? S'merret vesh. Pra, edhe me Spaçin, s'ka pas fonde, s'ka pas lek, edhe e kanë lënë ashtu. Tani që Po. Tani janë gjetur, janë 130.000 euro nuk sikur është nuk është problemi që projekt. tregullosh dy godina aty. Problemi është i koncepti vizioni. i vizionit të gjithës. Aty duhen ruajtur galerit, aty duhen ruajtur vagonat, aty duhen ruajtur shinat, edhe të gjithë janë vjedhur, janë shitur për skrap. Pra ne si kom, nuk ka rëndësi qeverit. Ne si kom nuk jemi të përgjegjshëm për kujtesën tonë. Nuk kemi. Mirë, përtej asaj Kemi që interes. dakord, përtej asaj që nuk kemi ne si komp. Po kjo që po ndodh tani në Spaç. Më fal, sa veta ishin atje? I pa? Sa ishte? Kush 30 veta, në 40 protest veta? po thua? Në protest. Po, në protest. 30 veta, Sa 40 ishit? veta. 30 veta, 40 veta. Sula. 30 veta, 40 veta. Aq, paka shumë, thot Sula. Po pra. Jam pak thuati. Në një vend tjetër do ishin shkarku ministri i turizmit dhe i kulturës, apo kush është përgjegjësi. Në qoftë se ndodh një gjë e tillë në Greqi, në Itali, populli vet populli reagon. Po ne na ushon teatri kombëtar Auron. Po do të thënë veti na thirrë sot se kanë mbaruar sherrët politike. Jo, s'ka mbaruar sherrët politike. Unë doja të shkëputesha nga sherrët politike. Pra mirë, do të thënë, nuk jemi serioz, kjo është çështja. Nuk jemi në Po me këtë restaurim, jemi serioz? Apo jo? Është palat qëllik, nuk është vjen keq ai zotëria atje shpjegoi shumë mirë. Ç'lidhje ka me restaurimin? Ajo vend nuk është çështja e Godinës. Çështja e gjithë vizionit, si e ruan gjithë zonën, si e kthen atë zonë në memorie historike dhe në benefit ekonomik për zonën. Kjo është ajo sfida e madhe. Pra të ruash që nga gaveta, që nga ku dëgjon sandallet dhe deri te të gjithë peizazhit historik, gjithë peizazhi. Nuk mund të flasim për një godinë. Debati për një godinë mendoj unë është debat banal. Ajo duhet gjitha, ajo duhet ruajtur e gjitha, konservuar, jo restauruar. Do konservosh ruinat. Kështu e quan ministria, konservim, restaurim, konservim në sajtin e vetë. Edhe parrullat, shikoni ja, këtë godina këtu majtas. Po, është e vjetra, është fotografi e vjetër. Po, atje ku shkuam neve, na Max Velo i shkret, na i tregoi edhe historinë dhe tha, unë tha isha shumë i lumtur tha që atje ma lejuan ta bëja atë godinë, se kur isha i lirë nuk lejonin të bëja këtë gjëra tha. Ndërsa aty brenda megjithatë i burgosur ma lan dhe kanë bërë një godinë shumë fine. Dhe po të shikosh, thoshte Maxi, dhe pa me shumë kujdes, ndërtimi që është bërë në këtë godinë, ishte një ndërtim jashtëzakonisht shumë i mirë, si cilësi. Pra, ne kemi aty një kryevepër, kemi një figurë si Max Vele, i cili ka bërë një godinë atje,
e cila duhet ruajtur pikërisht dhe për historinë nga mbrapa që ka. Pra nuk janë thjesht godinat, janë historitë që flasin nga mbrapa. Dhe e gjitha ajo shikohet në kompleks. Pra nuk është çështje ku do janë dy shkallë. Këtij suvatimit që shohim këtu. Nuk është çështja ajo, është çështja e gjithës. Është çështja e të gjithë gjës brenda, që nga historia që tregoi zoti Miraka e gratë, kalamaj që shkonin në këmbë, që nuk e di dëgjohet të tjetrit, që nuk lejoheshin të prekeshin dot edhe në preknin gishta. Është një dramë e jashtëzakonshme që duhet treguar, sepse po ikin brezat, s'ka ngel më. Do vi për brezi tjetër, a s'ka për ta ditë fare që është paç. Do ja vjen edhe atullat që kanë ngelur? S'ka më, iku, u shujt. Mbas një shekulli s'kemi më spaç. Mbas këtij shekulli. Po, s'ka më, kjo është problemi i madh. Shikoni çfarë po bëni Durrësi. Profesor Dimo Mison, Durrësi tani po bëni gjetë një mozaik, tani bëni një godinë sipër mozaikut. Se ishte kështu futuriste, nuk e di lexova sot. Pra, kjo është problemi jonë, ne jemi serioz. Jemi serioz. Një diçka tjetër, se para se ty janë emision. Shkoj në butrinë tonë para ca ditësh, ai djali e të dera i cili më njifte, më lejoi të futesh, ha? E ka pushuar nga puna sot. Se më la i shkrete se tha, ti ke qenë drejtori i butrinit dhe më la. E pushuar nga puna. Pse? Pa ma shtrego pse, ma. Uro, ma Të kanë shpallur armika uron. Po ma sa duket. E kupton që vend që shara kemi ne. Uro. Po mos e kanë hequr për arsye të Jo, tjera. më mori shkreti telefon, dhe arsye më pushu nga puna se plash ty ishe brenda. Ty ishe brenda se shkoja në parë dhe më kërkun bilet. Ti do të vyje pa bilet. Jo, po s'kisha paguar bilet, si profesori, s'ka paguar bilet. Ka kontribuar. Bishaka. Po, ishim pushu shkreti nga puna. Pse? E kupton sa qesharak kemi në... Jemi si vend në total, thua ti. Jemi qesharak. Tani Sula, një pyetje kam. Ju çfarë kërkoni? Pra jeni dakord që të kthehet? Po ç'të kërkojnë ata, ç'të kërkojnë? Paçi jo bashkë me gjithë shoqatat, se e kam si përfaqësues në emër. Në emër të gjithëve. Ç'të kërkojnë shkret? Iq Suvana se nuk është bu Suvaj, është problem ç'është koncepti. Pyetja ime është, a duhet të kthehet Spaçi në një muze të kujtesës? Dhe si mund të bëhet më mirë kjo, duke e lënë ashtu siç ishte apo dhe duke e rikonstruktuar? Se për shembull, njerëz si Lubonja thotë mos ti lëvizësh as gurin nga i vend. Shiko, më falë se ta ndërroj. Jo, sigurisht, mendimi i Lubonjës është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm se ka qenë Se ka qenë aty, ka vënë aty, pa diskutim. Sigurisht, por duke parë dhe kontekstin e kohës që jetojmë sot, pra muzealitetin, kthimin në muze, sigurisht gjen balancën. Pra gjen balancën midis asaj që kërkon Lubonja, që mund të jetë ekstremisht, si thua, rigoroze dhe një balancë tjetër të vizitueshmërisë, kupton? Ka zona që mbrohen, ka zona që nuk mbrohen, ka zona peizazhe historike, ajo duhet bëhet peizazhi patjetër. Peizazhi ç'është godine. Pra nuk mos edhe ata të parlamentit që ziheshin aty që i pash, jo nuk e di çfarë thoshte Suvaj, nuk është punë Suvaj, është punë të gjithë gjës. E të gjithë. Ajo duhet të jetë muzeumi i kujtesës dhe hapur për vizitorë. Dhe ka një fat madh, është në rrugën e Kombit. Aty mund të kthehesh me qindra gjithë lëvizja që bëhet do ndalemi tek si objekt për turizëm, çfarë vlerë mund të ketë. Ai si ka ajo, bunkeri aty poshtë, bunkeri te sheshi. Bunkarti. Sa mijë vizitor ka ajo në ditë? Sa të dush? Ajo nxjerrësh. Pra mund të bëjë edhe Spaçi i ngjashëm me vend pelegrinazhi. Vend pelegrinazhi, Spaçi. Nuk është punë pelegrinazhi, është pjesë edukimi, është pjesë e madhe e rëndësishme. Dhe Spaçi mund të kthehet në një minier floriri për turizmin e zonës. Për turizmin e zonës kthehet në minier floriri. Ja se ndalemi dhe tek se si mund të kthehet në minier floriri. Mirdita më tha, zoti Aronda kam një shtëpi të vjetër diku afër Spaçit. Ike bëj bujtini tash në urgjent, se mbas disa vjetësh do t'ja shohësh hajrin. Ajo zonë mund të kthehet në një zonë e jashtëzakonshme turistike. Merr Dantën, po them, ti s'ke qenë atje apo? Jo, në Spaçi nuk kam qenë, që t'jem e sinqert. Dantën e kam lexuar, sigurisht, se e kam patur me detyrim përcaktim madje. Shko atje me atë në dorë, është ferri i Dantës. Fiks Dantja.